Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tironin Alilin në kanalin RFI me Jete. Dua të ndaloj pak te rasti i ditës së djeshme, që në fakt nga ajo që unë po dëgjoj për rastin të nënës që humbi jetën me 2 fëmijët e saj, në fakt që u dogjën brenda një shtëpie pasi flakët e kapluan shtëpinë nuk kishin mundësinë që të dilnin. Nëna me 2 fëmijët, nëna 24 vjeçare, humbi jetën. Tani po të hedhim sy në portale, do të lexojmë lajme të tmerrshme. Unë kam lexuar lajme të tmerrshme dhe në fakt gjendjen e jetës së saj kur e pash se në çfarë shtëpie kishte jetuar, më lindën ca dyshime, por gjithmonë thoja që mund të kenë qenë një familje e varfër dhe nuk kanë patur mundësinë që të sigurojnë një jetë pak më të mirë në qytet. Dhe mendoja që ekziston kjo lumturia në varfëri, sado që mos kemi, por respektin e kemi ndaj njëri tjetrit. Por fatkeqësisht, unë arrita të lexoj që zonja në fjalë ka patur probleme serioze me bashkëshortin e saj, ku bashkëshorti ka qenë një njeri dhunus, ku bashkëshorti ka qenë një njeri i cili e ka maltretuar, e ka keq trajtuar, bashkë me fëmijët, dhe kjo grua nuk ka qenë fare e lumtur. Dhe sinqerisht, nuk doja fillimisht njëherë ta besoj dyshimin tim, që mund të kishin qenë disa arsye që kjo nën ka qenë vërtet e thyer, por që kjo gjë të faktoheshte, mua sinqerisht më vrau në shpirt. Do të thënë, vajza nuk pas ka patur lidhje dashurie të mëhershme me bashkëshortin e saj, e ka parë vetëm një herë, familja e ka martuar sipas traditës dhe ka jetuar në atë terrorin që kanë patur si çift. Do të thënë, të paktën kështu thon lajmet, unë uroj të mos të jetë e vërtet, do thënë le të shpifin lajmet, le të thonë gënjeshtra, por edhe lajmet, edhe titujt nuk mund të shpifin dhe nuk mund të thonë gënjeshtra aq lehtë. Do të thënë, aty ku ka zë nuk është pa gjë. Mua sinqerisht më vjen shumë keq për këto vajza shqiptare, ndoshta jam i vetmi gazetar që gjithmonë e kam ngritur zërin që vajza duhet të kërkoj të drejtën e saj. Duhet të ngrihet në këmbë edhe të thotë që unë nuk mund të ri të bëhem rob i dikujt tjetër. Unë dua të ngritem në këmbë edhe të bëhem rob i vetes sime. Ta shoh jetën time, të ndjek ëndrat e mia dhe të rris fëmijët e mi e vetme, por në paqe. Unë nuk kam dëgjuar që zonja në fjalë të ketë kërkuar pasurinë. Fare. Me thënë, zonjën e komentojnë si një grua të mrekullueshme dhe duket edhe nga fytyra e saj që ka qenë një nënë fantastike, që ka qenë një nënë që ka qenë e përkushtuar, sepse nuk mund të mos, do me thënë, fytyra tregon gjithçka, mimika tregon gjithçka. Ky apeli shkon edhe për familjarët edhe për prindërit. Unë ju kuptoj, ne jetojmë në një mentalitet shqiptar ku njerëzit më shumë fusin hundët në punët e huaja sesa në punët e veta. Me thënë, do flas si njeri dhe jo si gazetar. Dhe fatkeqësisht, prindërit ndikohen shumë nga rrethanat, ndikohen shumë nga thashëthemet, ndikohen shumë nga fjalët që fliten lart edhe poshtë, edhe marrin disa vendime që në thelb nuk janë vendime, po kur ndodhen gjë më e madhe, kur ndodhen situata e madhe, prindërit thonë çfarë u bë, pastaj ngrihen në këmbë thonë unë e vrava fëmijën tim me dorën time. Po normalisht që ti i nderuar do ta vrasësh, sepse ti ndikuar nga thashëthemet e zonës, nga thashëthemet e lagjes, nga fjalët se çfarë flet rrethi, dhe ke toleruar që bia jote sot të mos është më pranë teje.
Unë apeloj ndaj të gjithë tyre vajzave që vërtet ndeshin në kështu probleme. Mos toleroni probleme se ndonjëherë duke i falur partnerët tuaj, hë ta falë se kam fëmijë, hë ta falë se do ndryshon. Ka disa njerëz që nuk e kuptojnë thelbin familje. Ka disa njerëz që nuk e kuptojnë të vërtetën e familjes, edhe, do me thënë, ai zinxhiri lidhet hallkë në hallkë me njëri tjetrin edhe ndodhen drama e madhe. Kjo drama që në fakt sjellën këtë tmerrin që realisht është një tmerr shokues. Mua më vjen shumë keq për këtë familje. Unë shpresoj që të preja në paqe dhe pse e di që të preja në paqe. Zoti gjithmonë i merr ato njerëz të cilët vërtet janë në një vështirësi të madhe dhe e shikojnë që nuk ju ndihmon askush dhe i merr pranë vetes që t'ju ndihmoj ai, sepse Zoti është i gjithëmëshirshëm dhe di të bëj vepra të bukura. Dhe mua më vjen shumë keq që një grua shqiptare, një femër shqiptare toleron çdo gjë vetëm e vetëm për të ruajtur, të ashtu quajturën familjen, e cila ndonjëherë nuk është familje, por është një krim, është një dhimbje, është një tmerr. Të nderuar burra, ky mesazh solit është një mesazh që shkon kundërdrejt jush. Nuk do thotë që ju jeni burra në qoftë se terrorizoni, apo bërtisni, apo ngrini zërin kundërdrejt një femre, kundërdrejt një gruaje që në thelb nuk ka bërë asnjë gjë përpos vetëm ju ka dashur, përpos vetëm ju ka dhuruar respektin dhe përpos vetëm ju ka dhuruar fëmijët që jo ndoshta, por edhe nuk i meritoni. Fëmijët i meriton një baba i mrekullueshëm, fëmijët i meriton një baba fantastik, por Zoti normalisht na sprovon të gjithëve në këtë univers, se si ne do të sillemi, se çfarë ne do të bëjmë dhe se si ne do ta bëjmë vendin për në universin tjetër. Andaj, mua më vjen shumë keq që familjarët kanë toleruar që bia e tyre të jetojnë në një tmerr të papar, të jetojnë në një dhimbje të papar dhe të jetojnë në një vuajtje të papar çdo ditë me frikëra, çdo ditë me ankthin, a do të jetë nesër, a nuk do të jetë nesër, si do të vi e pasnesërmja, çfarë do të bëhet e pasnesërmja dhe si do të jetohet në atë shtëpi. Sinqerisht, më vjen shumë keq dhe uroj me zemër që Zoti të na dhuroj mendjen një herë pikë pari dhe të ndalojmë këto tmerre që po jetojnë gratë shqiptare. Të prehesh në paqe.